për të dërguar FSK në çështja e marrëveshjes së Bordit të Paqes. Me shqetësimi i parë dhe është absurde se si me 22 janar është bëjë takimi i parë i Bordit të Paqes me 12 shkurt. Ish presidentja ka dërgu këtë traktat në Kuvend të Kosovës, me 13 shkurt i është dërgu qeverisë Kosovës, për 30 ditë nuk ka pas ndonjë opinion ligjor, me qëllim që para se të merret ky vendim, që jemi gjithë për të dërguar FSK në këtë mision të shenjtë, ta pasqyron vullnetin politik. Prandaj edhe fjalimet që i mbajtë dhe fjalët që i thatë janë përtej vendimit që ka marrë qeveria, se ne po marrë me vendim pa e deklaru mirëfillen një vullnet politik, dhe ke mujtë me deklaru këtë vullnet politik duke miratu Bordin e Paqes. Pikërisht çështja e marrëveshjes së Bordit të Paqes do duhet ishte tema e fundit për cilën sot ne do të ngrisnim debat politik këtu në Kuvend, e që fatkeqësisht po e shohim për herën e dytë radhazi. Thjesht këto diskutime, zotri Hoxhaj, ne do të mund t'i bënim krejtësisht në mënyrë normale, në qoftë se ju do të merrni pjesë në mbledhjet e komisionit dhe bashkarisht do të diskutonim për mënyrën se si do të ecnim përpara. Kryeministri i qeverisë, kryetari i shumicës e thotë pi përgon kja punë kalit edhe qerrës. Edhe për ironit fatit, shumica po sjell këtë që shpjegoi ministri, që është për nder ne me e kalu, që është për nder ne me ratifikuar dhe Bordin e Paqes, por dy çështje që në komision jo diskutuar është shqetësim, jo për ne, si deputet, sepse ne jemi këtu për me zgjedh këtë punë, po për aleatin tonë. Dëgjona, mëna me qujtë ata aleat, po sa me qujnë ata neve aleat. Në raste kur dështojmë një legjë me 4 nene, edhe nenën e dytë e diskutojmë sepse janë thonë dy shqetësime. Shqetësimi i parë, qeveria ende nuk ka dhënë opinion. Qeveria ende nuk ka dhënë opinion sepse sponsori i ligjit është presidentja, ish presidentja. Dhe dyta, do të me qenë në linjë me aki komunitet që Komisioni për Integrime do të me pas rol. Ky është një hap i madh dhe shumë domethënës për vendin tonë, sepse me këtë konfirmojmë që edhe pse jemi shtet i vogël dhe i ri, Kosova nuk është vetëm përfituese e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, por edhe kontribuese aktive në ruajtjen e tyre. Fakti që për vite me radhë ne kemi përjetuar mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare na bën të lumtur që sot me krenari dhe nder kemi mundësinë që këtë mbështetje ta kthejmë në veprim